Vllaznia ka regjistruar një tjetër humbje në fazën përgatitore që po zhvillon në Sloveni. Skuadra e drejtuar nga Edi Martini u mbosh me rezultatin 5-2 nga rumunët e Arges Pitesti në një sfidë që prolloi sërish shumë gola. Kuqeblutë nisën ndeshjen me formacionin Jukaj Çeliković, Latifi, Gurishta, Bardhi, Ara, Çato, Dros, Murataj, Toma dhe Balaj. Vllaznia kaloi në avantazh në minutën e 21 kur pas një goditje dënimi të Muratajt, portieri kundërshtar grushtoi topin ndërsa Klindi Çato përfitoi dhe dërgoi në rrjet për 1-0. Rumunët reaguan shpejt dhe barazuan në minutën e 30, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej 1-1. Në pjesën e dytë, Martini aktivizoi disa lojtarë të tjerë, por Arges Pitesti shënoi në minutën e 74 për 2-1. Vetëm 2 minuta më vonë, Ensar Tafili përfitoi nga një gabim i portierit rumun dhe riktheu baraspeshën në 2-2. Megjithatë, fundi i ndeshjes foli gjithë për kundërshtarët, të cilët realizuan edhe 3 gola të tjerë duke vulorosur fitoren 5-2. Kjo ishte humbja e tretë e vllaznisë në 4 miqësore të zhvilluara në Sloveni. Shkodranët u mundën fillimisht 4-0 nga Olimpia Ljubljana, më pas fituan 6-3 ndaj Enki Rudz, humbën 4-2 përballë Koperit dhe tani 5-2 ndaj Arges Pitesti. Në total në 4 ndeshje janë shënuar plot 26 gola, me vllazninë që ka realizuar 10 dhe ka pësuar 16, një tregues se reparti mbrojtës mbetet pika kryesore për t'u përmirësuar para nisjes së sezonit zyrtar.